Parashikimi i motit për ditën e sotme si do të luhaten temperaturat. Masat ajrore me origjinë veriperëndimore do të vijojnë ndikimin e tyre në territorin shqiptar, duke bërë që deri në mesditë pjesa më e madhe e territorit të mbizotrojë nga intervale kthjellime. Më të theksuara do të jenë përgjatë vijës bregdetare, ndërsa përgjatë pasdites pritet zhvillimi i vranësirave duke gjeneruar shira në zonat malore dhe pjesërisht zonat e ulta duke lënë zonat bregdetare pareshje. Temperaturat e ajrit do të qëndrojnë konstante në vlerat minimale, por ulen sërish vlerat maksimume duke u luhatur nga 6 gradë Celsius, vlera shënuar në zonat veri lindore deri në 25 gradë Celsius, më e larta në Bregdetin e Jonit. Era do të fryejë lehtë paradite, por deri mesatare përgjatë pasdites me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi veriperëndimor. Për pasojë në brigjet detare do të krijohet dallgëzimi i dy ball.